ad hoc, shpërndarje lineare të buxhetit shtetit. Krejt është konzum ajo që ka ndodhur, por kjo është vendime politike që ka sjellë dikush tjetër. Fundit Rama, më shumë sa pyetje besoj një koment opinion besoj që ky që të zoti Aziri se ta shkallë pyetje tjera aty. Po do më fol për listën e LDK-s. E kam thënë atë natë nëse merrem analizu bindshëm është lista më e mirë nga gjithë subjektet politike që ofrohet elektoratit. Jo vetëm LDK-s, po në përgjithësi në Kosovë, merrni dhe analizoni në shkurtin dhe këtë sot. Në LDK gjeni absolutisht personalitete të jashtëzakonshme të përgatitur profesionistë të fushave të ndryshme, e cila logjikisht çdo kon në vend në zhvillim demokratik si Kosova duhet më ofru ekspertat e cilët pashmangshëm minimum kushtrim duhet të jenë në kuvendin e Kosovës. Edhe ashtu kuvendi i Kosovës fatkeqësisht ka degraduar për nga niveli i debatit, komunikimit dhe gjithçka tjetër që ka brenda aty, sidomos to legislaturat 3 të fundit, pa e llogarit këtë që po e lëm pak për dëshiruar për nga niveli i diskutimit. Unë besoj se thelbi i demokracisë në vend është një kuvend i mirë, pra një kuvend i shnosh, një kuvend dinamik në raport me prezencën e njerëzve profesionistë që japin jo vetëm debatit, po ofrojnë edhe alternativë përmes amandamentimeve, ligjeve, gjithçka tjetër që i ofrojnë jetë më të mirë, domethënë qytetarët e Kosovës. Në LDK, unë shoh shumë njerëz, absolutisht, zoti Aziri, prandaj po e quaj si listën më të mirë të mundshme që ofrohet elektoratit, ani pse figurat e tilla tradicionalisht e dim që e kanë të vështirë të garojnë me figurat tradicionale të brendshme që në LDK, sepse terreni besoj ja u mundson një përparësi këta që janë tradicional. Sigurisht se puna juaj që është këtë rast, pastaj kemi zotin Zemaj, i cili është gjithë ditën në terren që shep 20 vjet në LDK. Po kupton, domethënë ka të bëjë me këtë idenë që je aktivisht politik, por me mujt me dal njerëz të ri që janë në listë aty, sigurisht që është Visar Azemi, pse të mos jesh deputet. Ose edhe Gëzimin që e përmend, ose shumë figurat e tjera që tash s'po kujtohem, por nëse analizon listën e LDK-s dhe krahason me tjerë, absolutisht kushtrim që votuesi i LDK-s e ka goxha vështirë se kon me lënë jashtë, pas asaj dhjeshje që nxjerr. Xhafer Gashin e të tjerët, po. Tash më harru shumë, po ka shumë që e ki problem që i zgjedh vetë edhe kanë më të dhimbë edhe goxha do shumë që kemi lënë, domethënë jashtë. Po. Sepse nuk ka më shumë falë atyre që kanë mbetur jashtë. Po kërkojnë falë. Jo më shumë kjo. Nëse du me vazhdu komentin, gjithë ata që sot njihen jashtë kësaj liste, unë me qenë në vend tyre, e ruj motivin edhe vazhdoj me mbështet edhe me punu, sikur me qenë përgjithësi kryesor i LDK-s. Nëse e don familjen tonë politike, edhe kontributi i madh që ka dhënë asaj familje politike të obligon këtë betejë me bë bashkë. Okej. Këtë çështje tjera për tek kësaj mundi me përballu, por mos i mesmi bosh te lista përveç njerëzve të dëshmuar që kanë qenë deputet, edhe kryetarët komunave që hyjnë edhe kandidatë që hyjnë me reputacion edhe me mbështetje, domethënë që ke humbur një betejë në komunë, edhe nuk nxjerr deputet të mirë, edhe Xhaferi edhe Arbëri në këtë rast si formacione, po është Ermali që ka ardhur, se na më shumë kemi prurjet sektoriale janë. Është Adelina Thaçi Meta që vjen prej sektorit kulturës, institucion arsimor, me të drejtën nëse je ligjëruese në universitet, po është e njohur, është Ermal Sadiku që vjen prej IT, sektori privat, nuk ka qenë i angazhuar politikisht deri tash. Gzim Hazrolli sektorin është ushtaraku më i suksesshëm që Kosova e ka sot pasi që e ka larguar uniformën. Përveç kontributet e tjera. Gzim Kasapolle vjen prej politikave të integrimeve evropiane dhe diplomacisë, e më shumë. Edhe Recep Kadriu, zavendës ministër, është njëri prej autorëve edhe projektuesve të autostradës Gjilanit. Unë politikisht e kom shtyr, e kom nxjerr buxhetin, e kom sjell vendimin politik, po projektin, organizimin, menaxhimin e ka bërë Recep Kadriu, që ka qenë